Si munden trenat e lojrave të përballojnë peshën, gjithçka varet nga një shufër. Lojrat e xhirove të shpejta kanë rreth një shekull që na bëjnë të provojmë adrenalinën, një boshllëk në stomak ndoshta dhe të ndihemi pak të guximshëm. Matematikania Hana Fri shpjegoi për BBC se si zgjidhen materialet për të prodhuar këto lloj trenësh sot. Duhet të gjesh një material që të jetë i lëmuar mjaftueshëm që njerëzit të mos kërcejnë sa ndej këtej, por dhe i fortë, rezistent që të mbaj peshën e këtyre trenave që lëvizin me shpejtësi maramense. Një kandidat i mirë për këtë është çeliku. Me një shufër çeliku të pozicionuar për të mbajtur peshë, ajo tregon se si gjithçka qëndron tek materiali. Shufra e plotë e çelikut lëviz 5 cm duke mbajtur peshën 27 kg. Me një shufër tjetër e cila është bosh nga brenda, i njëjti eksperiment tregon se lëviz rreth 2 mm. Por çfarë thot shkenca për këtë? Me shufrën bosh të çelikut ke të njëjtën sasi metali, por ke marr pjesën në mes për ta vendosur nga jashtë, duke rritur sipërfaqen e përgjithshme. Kjo do të thotë se kur ushtron forcë vertikale e shpërndan peshën në të gjithë sipërfaqen, kështu që fizika të jep pak qëndrueshmëri shtesë. Fry vendos saktësisht 27 kg dhe shufra mezi përkulet 1 cm. Kjo përbën një ndryshim shumë të madh, duke marrë parasysh se këto lojra peshojnë tonelata. Vendosja e gjithë eksperimentit në parkun e vërtet lojrave na bën të kuptojmë rëndësinë që ka një tub çeliku.